Cilat janë disa nga gënjeshtrat e Satanit? Satani bën gjithçka që mundet për t'i penguar njerëzit që të besojnë te Jezusi si shpëtimtar. Ai thot shumë gënjeshtra. Ai u thot njerëzve: "Ti nuk ke nevojë për Perëndin. Bëj atë që të pëlqen, jeto si të duash. Vetëm këtë jetë ke. Kur të vdesësh nuk do të ekzistosh më. Nuk ka parajs, madje nuk ka as ferr. Perëndia nuk ekziston." Një nga gënjeshtrat kryesore që Satani u thot njerëzve është kjo: "Prit derisa të besosh te Jezusi. Ke kohë plot. Lëre për më vonë. Ka kohë sa të duash." Njeriu nuk duhet ta shtyjë besimin tek Jezusi. E nesërmja nuk është e sigurt. Sot është koha për ta besuar Jezusin dhe për ta ndjekur atë.